Do diskutoj më gjërësisht me ekspert në tregjeve financiare, zotin Elvin Meka, njëkohësisht dekan i Fakultetit Administrimit të Biznesit dhe Drejtësisë pranë Tirana Business University. Profesor Meka, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Atëherë, nëse shohim shifrën totale, bëhet fjalë për 4.3 miliard euro që janë kanalizuar me sistem me funksionimin e SEPA-s ose bëhet fjalë për 363.000 transferta bankare. Është një start i mirë dhe si po ndikon antarësimi i sistemit bankar në SEPA, profesor Meka, në një zhvillim të mëtejshëm? Natyrisht që një shifër e tillë në një farë mënyrë ishte pritshme, patjetër që për llogaritë që ka bërë Banka e Shqipërisë si në drejtim të volumit, më mirë themi, transaksioneve ose të numrit të tyre, por edhe të përfitimeve, praktikisht janë bazuar në një skenar disi konservator ose mbi atë çfarë realizoi përpara SEPA-s. Sigurisht vlera do të ishte më e madhe, pra pritshmëritë ishin për të pasur fillimet të tilla, pra qoftë në sasi, numër ose në kosto të ulura, për vetë efektin që do të jepte, më mirë themi, pra për sa kohë një pjesë e madhe e transaksioneve do të realizoheshin madje me kosto zero, para gjithmonë funksion të matësisë, më mirë themi, të transaksionit, patjetër që konsumatori e ka parë shumë përshtatshme, pra qoftë nga brenda Shqipërisë, por dhe nga jashtë Shqipërisë, e ka vlerësuar shumë të vëlidshme, shumë të thjeshtë për të realizuar transaksione të tilla që për faktit duhet të thënë që jo vetëm realizohen brenda ditës, por në rast të caktuar realizohen edhe brenda 2 ose 3 orëve. Pra, në një farë mënyre të gjithë konsumatorët shqiptarë që kanë mundësi ose interes për të transferuar fonde, pra si brenda dhe nga jashtë Shqipërisë, e kanë parë ose e kanë ndjerë në mënyrë të menjëhershme këtë lloj efekti, që sigurisht kjo ishte edhe arsyeja madhore e gjithë kësaj përpjekje shumë vjeçare të Bankës së Shqipërisë, pasi duhet të thënë që ka qenë një punë jo e lehtë, është shtrirë në disa vite, ndoshta për herë të parë prekim nga afër dhe realisht efektet e mira, pozitive të harmonizimit ose integrimit me pjesë saktuara ose me segmente saktuara të tregut përbashkët, pra ku sigurisht edhe integrimi i sistemit pagesave përbën ndoshta hapin e parë ose atë historinë e parë suksesit të përfitimeve të vërteta, të prekshme për të gjithë qytetarë, pra është shumë e rëndësishme ky fakt që për herë të parë shikojmë disa efekte për cilat as kanë nevojë që të bëhet marketing dhe as kanë nevojë që të shpallet qoftë politikisht ose në instanca tjera, suksesi pasi në një farë mënyre arritja flet vet është tërësisht dhe thelbësisht në favor të konsumatorit shqiptar, madje edhe atit konsumatorit vogël, ose më mirë themi klientit vogël shqiptar, që për shumë arsye ishte e shtrenjtë deri 6 muaj më parë për të transferuar qoftë edhe një shumë modeste paraç si nga Shqipëria ose nga jashtë Shqipërisë. Pra, janë disa aspekte të cilat ja vlen të vlerësohet dhe duhet trokiten në mirë themi, është padyshim një merit e madhe e vetë Bankës Shqipërisë, stafit saj ka angazhuar drejt për drejt në këtë sipërmarrje të madhe dhe në një farë mënyre përbën shembullin më të mirë që kur punohet dhe angazhohet me seriozitet, mund ka përcjellë edhe sfida të tilla të këtyre përmasave ose të standardeve, më mirë themi, evropiane, të cilat për faktit duhet të thënë se janë realisht vështira, realisht sfiduese,
për realitetin shqiptar. Duhet mbahet gjithmonë në konsiderat fakte, unë e kam thënë edhe herë të tjera, po dhe ky është fakt, domethënë, që sektori bankar, ose më themi i tërë sistemi bankar shqiptar është ndoshta pjesa ose sektori më avangard i ekonomisë shqiptare, që është më pranë në mënyrë teknike, por edhe profesionale, shumë më pranë standardeve dhe parimit funksionimit të tregut përbashkët ose të bashkimit evropian. Dhe është një fat i madh. Është praktikisht integruar. Në këtë mund të themi se po, sigurisht ka ende gjëra ose aspekte, çështje të cilat duhen adresuar, sigurisht Banka e Shqipërisë, por edhe autoriteti i mbikëqyrjes financiare në një instancë të dytë, janë duke punuar aktivisht për këtë pjesë. Ka përshtypjen që madje këto kapituj, më mirë themi, që lidhen me funksionimin e sistemit financiar, ndoshta do të jenë kapitujt e parë që Shqipëria do të mbyllë me sukses në të gjithë proces të vështirë dhe të gjatë, kompleks të mbylljes, më mirë themi, të negociatave. Pa dyshim, e thash dhe një herë, është sektori më i përgatitur, më i gatshëm për të integruar plotësisht dhe për të ofruar praktikisht shërbime të njëjta, pra me të njëjtin standard dhe model, më mirë themi, ashtu siç ofrohet edhe në sektorin financiar ose në sistem financiar në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Profesor Meka, përveç sektorit bankar, që sikur se e thatë ju, është thuajse i integruar, por në anën tjetër janë dy aktorë të tjerë që bashkëveprojnë me sektorin bankar, individët dhe bizneset. Duhet fokusohemi gjithmonë në kuadër të integrimit, duhet fokusohemi më tepër tek edukimi mbase, tek lehtësimi, tek informimi si bizneseve ashtu edhe i qytetarëve që të bashkëveprojnë me sistemin bankar, të shkojnë jo thjesht bashkëveprim me sistemin bankar, por të shkojnë drejt paras cashless, pra për të larguar nga keshi. Sigurisht që kjo është një temë, ose më mirë themi një sfidë që nuk mbaron, do të zgjasë dhe do të jetë gjithmonë, më mirë themi, e pranishme dhe në një farë mënyrë, jo vetëm Banka e Shqipërisë, por dhe aktorë të tjerë janë angazhuar dhe do vijojnë të angazhohen në vite për të thelluar, më mirë themi, shkallën e përfshirjes dhe të edukimit financiar. Në një farë mënyrë duket se me përfitimet për te pritshmërive nga SEPA, në një farë mënyrë ka filluar dhe ky edukimi praktik, më mirë themi, financiar, pasi është fakt dhe është e qartë që njerëzit ose individët, klientët e bankave e kanë kuptuar realisht fitueshmërinë e madhe të dukshme që ka përdorimi i kanaleve elektronike bankare, pra bankingut elektronik ose digitalizimit pagesave në përfitueshmërinë e drejt për drejt në xhepin e tyre. Pasi është bërë e qartë, ose më mirë themi individët, klientët, por edhe bizneset kanë filluar ta kuptojnë që nëse do t'i ekzekutojnë këto pagesa të SEPAS, pra nëpërmjet SEPAS, duke shfrytzuar kanalet digjitale ose kanalet elektronike, praktikisht mund të fillojnë me pagesa zero, pra do të paguajnë zero komisione, deri në nivele shumë të ulta, ose krejt të pa përfitshme të komisioneve. Dhe ku më mirë se sa duke parë fitimin e drejt për drejt mund të i edukohesh për sa i përket jo vetëm thjesht marrjes informacioneve të mëtejshme për mënyrë se si funksionojnë këto kanale elektronike, por edhe për t'i përdorur praktikisht ato. Dhe është fakt, nëse shikojmë edhe statistikat, që të paktën që nga fundi i vitit 2025, por edhe gjatë gjithë kësaj pjesë të parë, më mirë themi, të vitit 2026, kemi një përdorim më të madh, më të shtuar, më mirë themi, të pagesave nëpërmjet kanaleve elektronike, gjë që patjetër
tregon në mënyrë të arsyeshme që të gjithë klientët në përgjithësi kanë filluar, më themi, të jenë shumë më vëmendshëm ndaj aspekteve që lidhen me ose më themi ndaj informacioneve, njohurive që kanë të bëjnë me mënyrën se si funksionojnë këto kanale dhe sa efikase janë këto kanale në raport më themi me ato pjekjet ose qasjet tradicionale, pra duke shkuar pra një degë e banket, duke pritur në radhë, duke ekzekutuar transaksionin nëpërmjet sportelit ose si të bankës, sigurisht ka një kosto shumë të tepër se sa thjesht po të përdoren, më themi, këto kanale elektronike, pra në një farë mënyre duket se pjekjet shumë veçare të Bankës Shqipërisë, por edhe bankave të tjera, po fillojnë të japin ose të preken ato frytet prete në drejtim të përdorimit të shtuar dhe të zgjeruar pikërisht të këtyre kanaleve elektronike. Profesor Meka, një tjetër e dhënë që besoj mund të jetë interesante është fakti që pagesat me karta kanë tejkaluar tërheqjen e paraskesh, por përsa i përket frekuencës përdorimit, jo përsa i përket totalit. Mund të jetë një lajm pozitiv sepse na shkon mendja automatikisht që dikush mund të tërheqë në një ATM një sasi të caktuar parash dhe ato i shpenzon gradualisht. Ndërkohë me kartë mund paguaj në sasi më të vogla, por e përdor më shumë. Natyrisht, edhe e thash dhe njerë që pjesa që ka të bëjë me edukim financiar ose zgjerimit njohurie financiare është një luftë e që s'mbaron kurrë, është e përditshme. Shqipëria për arsye objektive, më themi, është disi mbrapa në këtë qasje, jo për fajt shqiptarëve, po për fajt të mënyrës edhe të kohës ose të trashëgimisë, pra ne trashëguam një sistem bankar pa banka, pra klasin 25-30 vite më parë, ndërkohë që brenda kësaj kohe që unë do ta konsideroj tepër të shkurtër për të arritur në këto rezultate që kemi sot, pra të nisesh nga nivele zero dhe të arrish sot diskutosh të jesh pjesë e SEPA-s është një arritje jashtëzakonshme, duke pasur parasysh edhe stadin e zhvillimit të ekonomisë shqiptare, nga ku filloi, më themi, kjo ekonomi, historia institucionale e sistemit, pra fillum praktikisht ka nivele thuajse zero, më themi, të ekzistencës dhe historikut institucional të bankingut tregtar, dhe të arrim në nivele tilla është një arritje shumë e madhe, ka punë për të bërë, ka shumë punë për të bërë. Sigurisht hapat janë të mëdhenj, në disa raste janë edhe revolucionare. Në këtë rast, megjithatë, besoj që tani duhet të kalojmë në një stad tjetër, më themi, si bankat tregtare, ashtu edhe Banka e Shqipërisë duhet të kalojnë në një stad disi, si themi, më të sofistikuar në drejtim të përdorimit, më themi, të mjeteve elektronike të pagesave, në drejtim të promovimit, më themi, jo vetëm thjesht kartave debitit me funksion të thjesht tërheqje, por edhe me funksion pagese, por akoma dhe më tepër duhet të shpjegohet në mënyrë të thjesht mbi avantazhet shumë të larta që ka përdorimi i kartave të kreditit në raport me pjesën e kartave debitit. Këtu besoj se po ka nevojë që konsumatori shqiptar të informohet dhe të mësohet, ose më themi të fillojë të bëhet më familjar me përdorimin të kartës kreditit. Klientët e bankave duhet kuptojnë që avantazhet e mëdha që ka përdorimi i kartës kreditit në raport me atë debitit, të i kalojnë çdo lloj kostoje që kjo paraqet, më themi, në
drejtim të përdorimit masiv në treg. Natyrisht, mendoj, dhe kjo është një lloj sugjerimi për Bankën e Shqipërisë, duhet shikojë dhe të angazhohet edhe me bankat e tjera për të shikuar ose për të vlerësuar më themi të gjitha mundësitë për uljen e mëtejshme, më themi të kostove që shoqërojnë në një farë mënyrë përdorimin të kartave jo debitit, por kryesisht kartave të kreditit, në vijim edhe të situash të nisës qeverisë për përdorimin masiv të poseve në të gjithë bizneset, kryesisht në ato të sektorit turizmit, çka në një farë mënyrë duke rritur masën kritike dhe shkallën e përdorimit ose të pranimit të pagesave me karta elektronike, duhet punuar tash njëkohësisht pra edhe në pjesën e zgjerimit të rrjetit pranimit dhe përdorimit të kartave, edhe me edukimin të në nivel masiv ose kapilar të konsumatorit dhe klientit shqiptar për avantazhet e përdorimit të pagesave me karta në përgjithësi dhe të atyre të kartave të kreditit në veçanti, të cilat thash edhe një herë pa pasur nevojë të sqarojmë në mënyrë teknike cilat janë avantazhet praktike të përdorimit të kartës kreditit në raport me atë të debitit, por shumë mirë klientët edhe mund të kërkojnë informacion, sqarim të mëtejshme nga vetë në çdo sportel banke për përdorimin të praktik ose të shtuar të kartave të kreditit në raport me ato të debitit. Profesor Meka, edhe disa pyetje në lidhje me paqen fiskale. Ditën e djeshme, Ministria e Financave ka publikuar udhëzimet mbi mënyrën se si do të funksionojë paqja fiskale. Dhe një ndër elementet më të fortë të kësaj skeme është fshirja automatike e detyrimeve të akumuluara deri në fund të 2014-s. Si e shikoni këtë përpjekje madhore, kam përshtypjen, disa dimensionale nga administrata timore për ta mbase duke sikur për të kthyer një faqe të re, për ta rinisur marrëdhënien e saj me biznesin? Së pari duhet të themi që këto lloj amnistish duhet mos bëhen rutinë, pra bazë 2 ose 3 vjetësh tjerë të fillojnë prapë një paqe të tillë, pra duhet të jepet mesazhi i qartë. Në parantezë duhet të thënë që qeveria nuk po bën një gjë të ndaluar ose që nuk është parë ndonjëherë, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në botë. Natyrisht ka arsye madhore dhe objektive pse bëhet një gjë e tillë, sigurisht përpara ngjarjeve të mëdha që sigurisht për mendimin tim lidhet me pjesën e integrimit në Bashkimin Evropian. Mund dhe duhet të realizohen gjëra të tilla, por ajo që duhet bëhet e qartë në mënyrë shtërruese nga ana e qeverisë është që sigurisht po ndërmerret një paqe fiskale, ndoshta më e madhe e bërë ndonjëherë me kapacitet shumë të madh, ose më themi me ndikim në vlera monetare shumë të madh. Por duhet bëhet e qartë që në vijim, pra do të hapet vërtet një faqe e re dhe askush nuk duhet ta mendojë që mbas 2, 3 ose 5 vjetësh do të rishikojmë prapë mundësinë e bërjes së një paqe tjetër fiskale ose amnistie fiskale, pasi kjo pastaj do të shndrohet në një normë dhe përbën si thua shembullin më të keq në shkatrimin e disiplinës fiskale, pasi do të jetë po ky biznes i cili nëse do të shikojë që këto lloj paqesh fiskale bëhen në mënyrë periodike, nuk do të ketë arsye dhe argumenta që të sillet në mënyrë të drejtë dhe të denjë, pra duke përmbushur në një farë mënyrë të gjithë detyrimet e tij fiskale, por do të pres për amnistinë e radhës, pra do të pres vazhdimisht mos pagimin të detyrimeve, gjobave, të kamatvënesave, me shpresën që pas 2, 3 ose 5 vjetësh prapë do të bëhet një paqe fiskale dhe nuk ka arsye dhe argument që unë të paguaj dhe të jemi rregull. Pra duhet të jepet një mesazh i qartë, ndoshta ka nevojë edhe për një konsensus politik
duhet jepet një sinjal i qartë nga të gjithë krahët politikës shqiptare, që të paktën për një periudhë të caktuar kohe, për të gjatë kohe, ose nuk do mund të realizohet një amnesti tjetër, ose çdo lloj deli, qofte edhe pjesor të këtyre faljeve ose amnestive, paqeve fiskale, për të përcaktuar qartë dhe për të treguar edhe një herë qartë vullnetin dhe angazhimin në strukturës qeverisë, ka rëndësi krau i majtë ose i djathtë, për të qenë në serioz në drejtim të përmbushjes optimale ose në nivelin e duhur të detyrimeve fiskale dhe tatimore nga ana e sipërmarrjes. Nëse do të jepet ky mesazh i qartë dhe i fortë, pra në mënyrë solemne, është e qartë që në mënyrë objektive dhe biznesi shqiptar do të kuptojë që do ta vlerësojmë më mirë themi këtë paqe fiskale si një mundësi të fundit ose shumë të madhe për të qenë në rregull me shtetin ose me qeverinë dhe për të hapur një faqe të re. Ky element ose më themi ky mesazh është thelbësor ose themelor që jo vetëm rrit më themi shkallën e seriozitetit të bërjes së paqes fiskale, por dhe në sytë e sipërmarrjes rrit dhe forcon më mirë themi autoritetin teksus qeverisë. Thash dhe njerë nuk ka rëndësi krau i majtë ose i djathtë, qeveritë shkojnë dhe vinë, por autoriteti qeveritar dhe detyrimi, më mirë themi, i ligjshëm për të paguar barën ose ngarkesën fiskale sipas përcaktimeve ligjore duhet mbetet, pra duhet të respektohet pas një lloj diskutimi. Profesor, pas vitit 2000 fundit 2014-ës, ka dy periudha tjera, 2015-2019, parashikohen dy formule lehtësuese. Ato biznese që paguajnë 50% të principalit brenda 30 qershorit të këtij viti do të përfitojnë faljen e 50%-shit të mbetur, por njëkohësisht edhe fshirjen totale të gjobave dhe të kamatvonesave. Alternativa e dytë parashikon që nëse paguhet 75% e principalit deri në fund të vitit, ka 25% falet 25% i mbetur. Për 2020-2024 nuk parashikohen faljet principalit, por vetëm fshirje e gjobave dhe interesave. Edhe këtu ka një kusht që të paguhet e gjithë shuma brenda fundit të këtij viti. Janë mjete që në një farë mënyre i joshin bizneset të shlyen detyrimet e tyre, të kenë njëkohësisht edhe lehtësi, por që është më rëndësishmja të sigurohet, sikurse e thatë ju, që nuk do të ketë më falje. Natyrisht çdo lehtësim që ofrohet përmes formulave të tilla, pak rëndësi ka ndarja në vite, këto janë teknikalitete të cilat synojnë jo vetëm thjesht anën lehtësuese, pra për sa i përket barrës detyrimeve të paguara nga ana e biznesit, por edhe një llogaritje më të përafërt të asaj çfarë mendon, më themi, shteti ose qeveria që të grumbulloj, më themi, nga pjesa e paqes fiskale. Paqja fiskale do të kuptuar jo nga një kahë, pra jo thjesht 100% në drejtimin e përfitimit të biznesit, por dhe në aspektin e qeverisë, pra sepse në një farë mënyrë është një sipërmarrje shumë e madhe nga ana e qeverisë shqiptare, teknikisht nëse shprehemi me një gjuhë të thjeshtë ose me një lloj cinizmi teknik, këto detyrime biznesi do duhet ti paguante dhe është në shkelje, pra duhet pranuar që biznesi shqiptar jo e ka shkelur me të dyja këmbët, me ka shkelur me këmbë, me duar dhe me çdo gjë tjetër. Detyrimin e tij madje duhet shkohet, nëse do zbatohej ligji, edhe për ndjekje penale në disa raste. Pse? Sepse detyrimi është përpjestime shumë të mëdha, dëmi në buxhetin e shtetit është i jashtëzakonshëm. Pra bëhet fjalë për qindra miliona ose miliarda euro për të mbledhura në një periudhë të gjatë kohe. Është një qasje krejtësisht e padrejtë me taksapaguesin e rregullt, në një farë mënyrë, ndërkohë që ky taksapagues që mbetet delinkuent dhe për hir të faktit duhet thënë se janë eksakt të njëjtat biznese që kanë mbi 20-30 vite që sillen në këtë lloj mënyre,
Dhe kjo ka ardhur pikërisht sepse asnjëherë çdo lloj falje, qoftë edhe pjesën që është bërë, nuk është padur si e fundit ose e finale. Dhe kjo ka prishur moralin ose ka shkatruar krejtësisht disiplinën fiskale. Prandaj them që është shumë e rëndësishme që të shpahet që nuk do të ketë më ngjarje të tilla për një periudhë saktuar kohe, për 10 ose 15 vite të ardhshme, pra do të ketë një lloj moratoriumi në këtë pjesë, dhe sigurisht biznesi duhet ta vlerësojë që çdo lloj lehtësie që i ofrohet është përfitimin e tij pasi detyrimin e ka pasur shumë të lartë dhe po afron, ose më mirë themi qeveria po tregohet dorë lëshuar, pra e mirë kuptueshme me ta për t'i falur një pjesë të caktuar të detyrimit. Sigurisht gjoba dhe ponesat nuk përbëjnë ndonjë aspirat ose më themi ndonjë objektiv nga ana e qeverisë. Ato konsiderohen gjithmonë të ardhurat të jashtëzakonshme, të paplanifikuara, pra shumë mirë nëse mblidhen gjoba dhe ponesa, pasi përmirësojnë më themi matësinë e të hyrave në buxhetin e shtetit, por sigurisht asnjë qeveri nuk ka objektiv dhe synim të instalojë një shtet gjobash, pra një administrat gjobdhënëse, përtej asaj çfarë ndodh ose flitet në Shqipëri, nuk është ky synimi kryesor, prandaj kjo pjesë nuk është se patjetër që është një lehtësi e dukshme dhe e prekshme për biznesin, pasi thash, nëse do të jemi rigoroz në drejtim të zbatimit të detyrimeve ligjore, biznesi duhet të paguajë edhe pjesën përkatëse detyrimit plus gjobat dhe ponesat. Qeveria po tregohet shumë e mirë kuptueshme dhe bujare me këtë segment permanent delinkuent biznesit shqiptar, dhe vjen keq ta them këtë pjesë, por ky segment i biznesit shqiptar, po të shikoni emrat që janë, listat janë eksakt të njëjtët persona, të njëjtët subjekte që veprojnë masivisht, që kanë të njëjtën qasje, madje në raste të caktuara, besoj që do të ishte e mirë qeveria tu ndalonte këtyre personave dhe bizneseve, pra të shkonte drejt mbylljes së këtyre bizneseve sipërmarrje. Këto sipërmarrje nuk vlen për gjë. Sigurisht do të kenë presione, nuk do të ndryshojnë qartë, nuk do të jetë lehtë edhe mbasi të bëhet paça fiskale, nuk do të jetë lehtë që administrata tatimore të merret me këta persona ose me këto sipërmarrje. Është shumë e rëndësishme ndoshta paqja fiskale duhet shoqërohej jo vetëm thjesht me një vendosmëri për të mos të kryer qasje të tilla ose falje të tilla për një periudhë të gjatë kohe, por dhe me ndërmarrjen e masave automatike, pra në momentin e parë, pra duhet vendosur, unë nuk i di teknikalitetet totale, më mirë themi, ose masat ex post që përcakton legjislacioni në lidhje me paqen fiskale, se si do të jetë sjellja dhe qasja e administratës tatimore ndaj bizneseve të cilat do jenë recidivistë në këtë pjesë, por mendoj, doja, më mirë themi, që në këtë legjislacion të parashikoheshin dhe klauzolat të tilla shtrënguese, drakoniane, që në momentin e parë që një biznes që ka përfituar nga paqja ose falja fiskale fillon dhe bën shkelje, në mënyrë automatike këtij biznesi, këtij sipërmarrësi ose këtij grupi sipërmarrësve duhet i ndalohet totalisht aksesi përgjithmonë për të marrë me biznes. Nëse nuk do merren masa të tilla shtrënguese, jemi të sigurt që prap do jemi të pazotët të vendosim një disiplinë të rreptë fiskale. Duhet kuptuar që disiplina fiskale nga vetë emri, disiplina asnjëherë nuk vihet me masa të buta ose me pushtet butë, dhe vendoset gjithmonë me masa të forta, me masa të rrepta, më mirë themi, dhe të forta. Sigurisht, sipërmarrja shqiptare, klienti shqiptar, ekonomia shqiptare ka nevojë për disa shembuj par excellence, pra shembuj të fortë, të qartë, të vendosmërisë dhe të seriozitetit, më mirë themi, të administratës tatimore për të bërë shembull afatgjatë në tregun shqiptar, që nëse nuk sillesh në mënyrë të denjë dhe korrekte ndaj administratës shtetërore ose ndaj administratës tatimore, jo vetëm që tregon mungesë të thellë respekti ndaj ligjit dhe administratës ose
qeverisë, por në një farë mënyrë shkel me të dy këmbët parimin e pamësisë ose me themi të drejtësisë fiskale dhe të instalimit, më themi, të konceptit të delinkuencës në qasjen e përmbushjes, më themi, të këtyre detyrimeve fiskale. Ky element duhet të dekurajohet fort, pasi rrit besueshmërinë dhe seriozitetin e administratës timore në syte të gjitha kësapaguzit të tjerë, të cilët janë të gatshëm dhe të prirur të zbatojnë ligjin, pra të paguar në mënyrë të plotë detyrimet e tyre fiskale. Pa shembuj të tillë të fortë, pa qasje ose dënime ekzemplare, do të jetë shumë me vështirë për të edukuar tatimpaguesin, për të orientuar me themi të gjithë të masë të tatimpaguesve që të sillet korrekt ndaj përmbushjes së detyrimeve të tyre fiskale. Profesor Meka, ju falenderoj për të gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbarë në vijim.